Zoti Xhemajl, çka po mendon? A mund ta dëmtoj, a do ta dëmtoj me votë Vjosa Osmani Albin Kurti nëse vendi shkon në zgjedhje? A mund të ndodhë kjo? Mund të dëmtoj edhe shumë bile. Çka mund të ndikoj tashmë që mund të humbas vota Albin Kurti? Mund mas pak të një 10% Albin Kurti ka mi hub. Pse do të humb ka shumë? Do të hub se këshire kjo konë kryetar për Kosovën shumë e mirë, edhe populli e ka ndash pone po që ditë me që ta parafolsin që jo Albin Baba, por në një babë Kosovë e kemi një babë më ka bo musë, më ka bo Albini. E kuptaj. Po tua që është në bivlerësim, ajo, që kanë thënë? Po këshire, unë për dhëmë që ka me hub shumë, bile se këshire kësha ka bo që pe kritikojnë, po thënë Albin Kurti ka bo shumë punë, po qëfar punë ka bo marrë veç koktelat që i ka qitë në parlament Kosovës, nuk ka pa njeme i ka qitë. Sa mendon tashmë që ka përkraje edhe Vjosa Osmani? Valla, Vjosa Osmani ka me pas shumë se heme zgjutë, edhe ka punu shumë për Kosovën. E vlerësoni punën e saj si presidente? E vlerësoj shumë, po këshërë unë po që ditë me që ta paraforsit, që thojnë, jo dhe ata e votojnë Vjosa Osmani në ata pa shkollë, jo ata me shkollë, se Vjosa Osmani u konë ma e mira nër kryetar që janë konë, veç ashim tha që u konë ma e mirë se kjo. Ma e mira nër kryetar që u konë në vëllëcinë e Kosovës, Vjosa Osmani është. Qka vlerësoni më së shumë të tek Vjosa Osmani, zotri Xhemajl? Po ka bobe shumë punë për neve, po me Amerikanë që ata bashkina kanë lirur Kosovën, me ata u lidhë me ata të fort. Po njeri, se baba jonë thë ke njeri, kur të lidhësh me të fortin, je i fort, a me të leshtin, shka kipi të leshme. Sigurisht të kuptoj, zotri Xhemajl. Falenderoj shumë. Na halo vartë të Serbisë, i kemi në plak, në kra, këta thoi njëra Musharadina e kritikoj ja hekit Zvushnikin, po ma mirë me ja hekit Zvushnikin se me ja qitë koktelin, a i kemi pa bërshka u ba ty sa luft, ma keq nuk ish bon. E kuptojmë zotri Xhemajl. Falenderoj shumë dhe njerë. Me njerë qafsh edhe i falimentar edhe juve ju përshëndes, edhe ne inshallah ju shkon puna marë, se këshyre këtë përgrimin tane për cili, se shumë me regël, edhe je shumë udhëhes që miri i radio televizion të Kosovës. Të falenderoj shumë i nderuar Xhemajl për fjalët e mira, shumë respekt gjithë të mirat për ty. E falenderojmë dhe zotrin Xhemajl dhe të gjithë juve. Rahman Smajli thot, jo kur Albin Kurti edhe më i fort ka mu bot, thot Rahman Smajli. Mi mbrëma për ty. Alo? Mi mbrëma. Edhe juve, kush për na përshëndet? Gjelal Katona për Austrisë. Edhe njëra emrin? Gjelal Katona nga Austria. Mirë se vjen zotri Gjelal. Hera parë që për na tret. Hera parë, jëmë të thirë që 37 herë, po se ka vlejmë rotë këpësh. Po më vjen mirë që more lidhjen, por është vështirë për ta marrë lidhjen për arsye se ka shumë telefonues. Ju kuptoj. Faleminderit shumë zotri Gjelal. Çka mendon për temën? A mund ta dëmtoj me votë Vjosa Osmani Albin Kurti nëse shkojmë në zgjedhje të reja? Nuk ma merr mendja. Se ka po një gabim shumë fatal. Cili është ai gabim i madh që ka bërë? Po gabimi i madh që shkoj e hini ku s'duhet. Se populli ka pas shumë besim to. E kanë vlerësuar, e kanë përkrahur po thua shumë. E kanë përkrahur maksimum. Se e arriti qëllimin e Edi Rama me prish 2 politikantë më të fortë në popullin shqiptar. E arriti, po inshallah na ndihmo Zoti, se problem shumë i madh. Sa mendoni tashmë që mund të riparohen, të rregullohen raportet mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit? Është shumë diçka që ma merr mendja që mund të më bëj diçka. Po? Ma merr mendja që do dalin shumë sene qera. Veç inshallah na ndihmo Zoti mas pari, se kemi pas shumë besim të madh në to. Edhe kena menu qatë shumë që mujmë më po qatë pasun që diaspora mes me pas nevoj më najt diaspora ku kusheq. Sigurisht të kuptoj, zotri Xhelal. Falenderoj shumë dhe njerë. Ju përshëndes e paqe të fat në jetë. Falenderoj shumë, shëndetet mira për juve, gjithë të mira, natën e mirë. Ishte ky
Gjerali. Vazhdojmë me telefonatët të tjera në pritje, kemi shumë telefonues. Përshëndetje për ty. Alo. Përshëndetje. Si duket telefonuesi ka probleme rjetin, nuk po na dëgjon. Do të vazhdojmë me telefonatën tjetër që kemi në këto momente. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Ka probleme rjetin telefonuesi, vazhdojmë me dikën tjetër. Alo. Përshëndetje. Alo, mirë mbroma. Përshëndetje, kush po na tret? Po, dëgjojmë shumë mirë. Kush po na telefonon? Shefki prej Londrës, kërë. Mirë se vjen zoti Shefki, mirë, gjithmonë mirë me juve. Si jeni ju? Mirë se vetë sa u ktheva që 10 minuta se kesh me punë vënë dhe tani bona të qefën qytet ku marruhe. Ke arru që jemi në emision, a? Mos në Po, sa ku marru, më falë. A ku pasër me në to, prej qëtunës me tirën. E di që nuk arron asjerë, gjithmonë andjek me kohë. Po. Çka po mendon për temën? Tema kështu, a damtën, nuk kam e damtu se ka gjasa më zgjedhen, apo kuptën nëse kam lidh pak men vjosa, kjo intervista funit është një farshenje se nështë e din që mundet hala është në loje, ka kuptu tash që ka gabuat herë, edhe nëse bin tash është dore në LDK-s edhe PDK-s, po ma shumë të LDK-s, nëse ata i garantojnë 15 vota, zgjidhet presidente. Edhe s'ka dëmtim vazhdon, po tani e dëmton ma Albinin Masanena ka mi futë thika shpinës, se kjo nuk është shumë lojale ndaj Albinit. Po si do që tjetë njerë për njerë është kandidate jo e keqe për rëthonat që kemi. E vlerësoni Vjosa Osmanin. E vlerësoni Vjosa Osmanin për të mirë, për punën e saj. Une e kom vlerësu punën e saj befasisht mirë, ma mirë se që kom prit, edhe tash po lidhna edhe me ato që tash se kom dash me tirë se kur thash atë ditë atë njëjtë në gjotë, shtunën tani ka funi njën u lemru një Farismeti i ndoket ke i Gjelanit, e jetë i met hatri atina që thash unë që se kom besua si Ibrahim Rugova si besoj LDK-s, apo kuptën, edhe ma dëshiroj që ma mirë mos isha kon gjallë, apo kuptën, që shumë e ronë kjo sen, po unë smjedha me kësi zhaba të puseve, mirë ashtu të ofendohet askush pra. Kemi të kujdesshëm gjithmonë. Po pra, se është një fjallë kineze, thotë bretkosës që jeton më qalë nuk mund është mi tregu ti për detin o për së oqeanin. E kjo është vish një zhabë që jeton me një pus atje, apo kopte a mund të ketë ngritje me vota Vjosa Osmani? Ajo i merë disa, nëse shkon me LDK-n, merë dishka vota, nëse fillon grup të ri, prap mundet nështë me ka përcy pragin, mirë po të njëjtën kohë i merë edhe prej partive tjera i merë do vota, kështu që vetë vendosja mundet me up 2-3%, maksimum 5%, edhe nuk ndryshon kur gjo, po zgjidhjet janë sen pa lidhje më bo berat, nuk ka nevoj më bo zgjidhje. Po, nejse, përshëndetja ti Ismetit, unë nuk i dëshiraj atina mos më konë gjallë, i sholla rënën edhe 100 vjetë, edhe une e kam nërmen edhe që pimbaj 60 edhe 2 muj, po kam nërmen më rënu edhe një 60 vjetë, nëse aj do me donë me më ndërprej jetën muaj, bërëm, kur do shë jeni me jetë zgjatët e lumëtur, nuk është mi tashmë të kryotu rejtja, gjithmonë pasi shëndet është mira. S'ma dëshiroj muaj jetën, so unë asë qenë jo, asë kur gjo, e në pasha mundësi me takuna hera, i tregoj, nuk është mi të shpallim urejtje, tash mes njëri tjetrit, nuk është mirë kjo, sepse po nxiti urrejtje dhe përçarje, nuk është e mirë kjo, të falenderoj për mirë kuptim. Miqtë, jemi në fund të këtij transmetimi, kemi edhe 2 komente të fundit. GB, përshëndetje Korab dhe stafin drejtues, kush del kundra Albin Kurtit përfundon si analist, e kurse Albini është i pa konkurrent.